Kanë dalë në aksion dhe me kujdes po hapin e po evidentojnë shtëpi në komunën e Gjakovës që aktualisht nuk banon njeri. Ato kontrollohen nga Habitat, por që komuna Gjakovës ka menduar të strehoj përkohësisht qytetarë që janë të pastre. Ky është aksioni i parë i këtij lloji dhe do të vazhdojmë intensivisht gjatë muajve të verës, në mënyrë që deri në fundin e muajit shtator të kemi një listë konkrete për të strehuar të paktën gjatë sezonit të dimrit ato familje që nuk kanë ku të shkojnë. Duke parë që numri të pastreve është i madh, ne kemi menduar që të gjejmë një zgjidhje të përkohshme, shtoi Tafashiku. Pas që një numër i madh i rasteve sociale, ka kohë që kërkojnë prej komunës së Gjakovës strehen dhe me të vërtetë është përkeqardhje numër i madh, kur dihet mjaft mirë fakti se ka banesa dhe prona komunale të cilat fatkeqësisht nuk janë të evidentuara dhe nuk dihet se kush i shfrytëzon ato. Përndryshe, numri të pastreve në komunën e Gjakovës nuk dihet i saktë, sepse ko pas kohë ndryshon, por mendohet që është një numër mjaft i madh e që përcillet me shumë telashe.